Futbolli nuk është më ai që ka qenë. Me kalimin e viteve loja ka pësuar ndryshime, jo vetëm në mënyrën si luhet, por edhe në teknologjinë dhe rregullat që e shoqërojnë. Në 5 vitet e fundit kemi parafutjen e sistemit VAR, teknologjinë për të verifikuar nëse topi ka kaluar vijën e portës, ndryshime në rregullin e dorës dhe shumë të tjera. Këto ndryshime janë bërë për të bërë lojën më të drejtë dhe më të qartë, por edhe për të përshtatur ritmit modern të futbollit. Dhe duket se ndryshimet nuk dalen këtu. Duke nisur nga sezoni i ardhshëm, UEFA dhe FIFA po shqyrtojnë disa rregulla të reja që mund të ndikojnë drejt po drejt në mënyrën si zhvillohet loja, ja të cilat janë disa prej tyre. Rishikimi vendimeve nga trajnerët përmes VAR. Një nga ristit më interesante është propozimi që trajnerët të kenë të drejtë të kërkojnë rishikimin e një vendimi të diskutueshëm përmes VAR-it, një herë gjatë ndeshjes. Kjo ide është e ngjashme me sistemin që përdoren në sporte si tenisi apo voleybolli, ku lojtarët ose trajnerët mund të kërkojnë verifikimin e një vendimi. Qëllimi është të shtohet ndershmëria në lojë dhe të uret presioni ndaj gjyqtarëve, por pa abuzuar me këtë mundësi. Ndaj do të kufizohet vetëm një herë ose dy herë për çdo trajner. Ky rregull pritet të testohet gjatë vitit dhe mund të hyjë në fuqi në korrik të 2025. Rregulli i ri i pozicionit jashtë loje, i njohur si ligji Wenger. Arsene Wenger, ish trajneri legjendar i Arsenalit dhe tani pjesë e FIFA-s, ka propozuar një ndryshim të madh në rregullin e pozicionit jashtë loje. Sipas këtij rregulli të ri, një lojtar do të konsiderohet jashtë loje vetëm nëse i gjithë trupi i tij është përpara mbrojtësit të fundit. Kjo do të thotë që nëse vetëm një pjesë e trupit është më përpara, siç është tani, lojtari nuk do të quhet më jashtë loje. Kjo ide synon të favorizojë lojën sulmuese dhe të sjellë më shumë gola. Ky rregull është ende në fazën e testimeve, por pritet të futet në fuqi në sezonin 2025-2026. Goditjen nga këndi nëse portieri mban topin më shumë se 8 sekonda. Aktualisht portieri lejohet të mbajë topin me dorë për maksimumi 6 sekonda, por ky rregull shpeshherë nuk zbatohet me përpikmëri. Nga sezoni i ardhshëm, UEFA ka vendosur ta ndryshojë dhe ta bëjë më të qartë. Nëse portieri mban topin më shumë se 8 sekonda, atëherë skuadra kundërshtare do të përfitojë një goditje nga këndi. Ky rregull ka për qëllim të ndalojë humbjen e qëllimshme të kohës dhe të rrisë tempin e lojës. Sistemi ndalimit të kohës, i njohur si stop clock. Një tjetër risi që po shqyrtohet është futja e një sistemi të ri të matjes së kohës. Sipas këtij sistemi, koha e ndeshjes do të ndalojë çdo herë që topi del jashtë loje, siç në basketball apo në futsal. Kjo do të thotë se në vend të 90 minutave me shumë ndërprerje, loja do të zgjasë realisht aq sa duhet. Kjo ide është menduar për të eliminuar humbjen e panevojshme të kohës, vonesat dhe shtesat e gjata në fund të pjesëve. Është ende në fazën e diskutimeve, por nëse testohet me sukses, mund të sjellë një revolucion të vërtet në futboll. Mikrofon për gjyqtarët. Vendimet do të shpjegohen për të gjithë. Një ndryshim tjetër që tashmë është vendosur të zbatohet nga sezoni i ardhshëm është përdorimi i mikrofonëve nga gjyqtarët. Çdo herë që merret një vendim pas rishikimit me VAR, gjyqtari do të shpjegojë publikisht përmes mikrofonit dhe vendimi do të dëgjohet nga të gjithë në stadium. Ky rregull ka si qëllim të rrisë transparencën dhe të shmang keqkuptimet, duke ndihmuar tifozët, lojtarët dhe trajnerët të kuptojnë pse është marrë një vendim i caktuar.